nga kjo temë kalojmë në diçka krejt tjetër. Do të flasim për shtëpinë ku dramat nuk kanë të dalur, debatet gjithashtu nuk ndalen asnjëherë, situatat e reja, dikush viktimizohet, dikush lufton që të dalë sa më mirë në prime, e dikush qëndron në heshtje. Të gjitha këto ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, duke pas parasysh që mbrëm patëm primin e radhës ku patë realisht situatat të reja, patë debate, patë edhe sqarimet të situatave të krijuara që nga fillimi i edicionit, e të gjitha do të diskutojmë me Egzona Shigjeqin, kolegën ton, gazetaren nga Telegrafi. Përshëndetje, Egzona. Përshëndetje edhe për ty pushtram, faleminderit. Egzon, e pa mbrëm një prime që realisht gjatë ditës u paralajmërua si një prime të quaj ashtu i zjarrt, ku do të ketë të reja, do të ketë zhvillime që do të ndikojnë edhe në rrjedhën e lojës, por që do të ndikojnë shumë edhe tek publiku jashtë. Si pe primin e mbrëmshëm në mënyrë të përgjithshme? Po, si që dhe u paralajmërua pra gjatë ditës së tjeshme, primi i së hanës në Big Brother VIP Kosova i pati të gjitha këto drama, takimet emocionuese, sqarimet, të gjitha ato që kanë të bëjnë me banorët aty brenda, varësisht prej ngjarjeve që kanë ndodhur pra rrjedhëmisht javën e kaluar, dhe normalisht që edhe në atë prime pra i kemi pa të gjitha, disa u sqaruan me njëri me tjetrin, disa treguan të vërtetat e lajmeve apo atyre gjërave që kanë bërë buj jashtë shtëpisë, e në anën tjetër pati edhe ballafaqime sy me sy, por që realisht nuk është që morëm mesazhin e duhur ndoshta nga të dy palët. Për kë e ke fjalën? Për kë kush nuk e dha mesazhin e duhur dhe për cilën situatë? Po tashmë e dim që një gjë që ka bërë buj të madhe gjatë këtyre pothuajse 2 muajve brenda shtëpisë është ai stiçi i Alpës, dhe kjo hyrja e Limit normalisht që i trazoi ujërat apo i ndroi dinamikat në shtëpi. Po në anën tjetër patëm një version të Limit rreth ngjarjes apo historisë së tyre të dashurisë, e patëm një heshtje totale nga ana e Alba Pollozhanit, e cila gjatë kësaj kohe ka qenë tetë zhomshme në lidhje me të, por mbrëm pam që ishte shtongur, ngeci pa fjalë dhe nuk është që dha detaje më shumë rreth asaj që ka ndodhur realisht mes atyre të dyve. A i bie kjo, Egzona, që Alba ndoshta ka treguar një version jo të vërtet të historisë së saj me Limin, duke pas këtu parasysh që Alba është konsideruar dhe konsiderohet një prej banorëve që ka qenë vështirë që ajo të pushojë së folërin. Në anën tjetër, mbrëm ishte një ndër banorët më të heshtura. Po, pra, duke marrë parasysh ngjarjet që kanë ndodhur edhe muaj më parë, se tashmë ne kemi parë që ata të dytë kanë qenë në ferma VIP, pra janë takuar në atë reality show. Historia e tyre e dashurisë ka mbaruar aty. E kemi parë që vetëm pas daljes së të dyve, sepse ata vetë kanë kërkuar që të dalin nga ferma VIP, dhe pas daljes së tyre kanë qenë në të njëjtin program ku edhe kanë deklaruar që nuk janë më bashkë me njëri tjetrin. Po Alba duket se ka probleme me vetveten, e pam edhe që nuk ka kurfar respekti as vlerësimi për veten e saj në bazë të veprimeve që i kemi parë këto ditë, po edhe në bazë të asaj që kemi pa tashmë 2 muaj nga ana e saj. Ajo thjesht mendoj që ka ato iluzionet e veta, dhe në anën tjetër Limi që ka treguar që historia e tyre është e mbyllur dhe se nuk ka ndjenja për të, dhe ja bëri të qartë se nuk ka hyrë në Big Brother për të. Kjo u dëshmua vetë se ne e dim tashmë tipin e Limit që e kemi parë edhe më herët, jo vetëm në këtë format, dhe pam që pas primit Limi kishte shkëmbyrë edhe putjen e parë me Dolçën, që do të thotë që Limi ka hyrë për të. Po patjetër që do ta diskutojmë edhe çështjen e putjes mes Limit dhe Dolçës, por një herë të marrim gjërat me radhë sa i përket Albës, sepse e thash edhe më herët që Alba prej fillimit është konsideruar njëra prej banorëve më aktive, njëra prej banorëve që gjithmonë ka qenë e gatshme për debate, gjithmonë ka qenë në kërkim të temave edhe të situatave për të krijuar debat. Në anën tjetër, mbrëm ishte e heshtur ashtu si që
po e potencon edhe ti që u vë në pa që Alba ndoshta nuk e ka treguar të vërtetë historinë e saj me Limin, por sipas teje një ngjarje e mbrëmshme, kjo çështja komplet sa i përket lidhjes së Albës edhe Limit. Si do të ndikojë në rrugtimin e Albës, duke pasur këtu parasysh që jo shumë rrallë herë banorët janë bërë së bashku për ta sulmuar Albën? Po normalisht që Limi tashmë prej një jave që ka hyrë ka ndikuar jashtëzakonisht shumë në lojën e Albës, sepse Albën e kemi pa totalisht të heshtur, totalisht e fokusuar vetëm në ato gjërat, pra duke shikuar pas Limit, duke parë se çfarë po bën ai në drejtë me banorët e tjerë dhe prom në prajmen e së hënës, pra u tregu shumë e rezervuar si në raportin e tyre dhe duke se ka një lloj frike në lidhje me marrëdhënien që ata kanë krijuar dhe një lloj rezerve në lidhje me ta. Ose mund të ketë ndonjë lloj kërcënimi apo nuk e di për çfarë është saktësisht fjala, sepse Alba ka qenë totalisht e heshtur, Alba nuk dha asnjë detaj më shumë rreth asaj dhe ja miratoi të gjitha fjalët apo të gjitha deklaratat që Limi bëri në Prime. Normalisht që Limi ka ndikuar shumë te loja e Albës, kemi pa që Alba vetë se ka sharruar në një farë forme dhe Albën këtë javë kemi parë vetëm në disa cepa të shtëpisë apo ambienteve të shtëpisë Big Brother, duke qarë, duke përmendur Limin, duke krijuar apo prodhuar situata të tjera me banorët e tjerë që përfshihen në të dhe asgjë më shumë nga Alba. Kjo normalisht që dëmton jashtëzakonisht lojën e Albës, duke marrë parasysh se ajo rreth 2 muaj ka qenë vazhdimisht të zhurmshme, ka bërë debate, është përfshirë thuajse në secilin muhabet që banorët kanë bërë ndërmjet vete. Mbi të gjitha u sqarua si duket një herë mirë çështja e Stiqit, i cili u bë protagonist në Big Brother, një arush i cili që nga dita e parë Alba ka luftuar për atë Stiq si të ishte një njeri, të themi. Limi sqaroi që Stiqi nuk ishte diçka shumë e rëndësishme, ai tha që kishte Limi blerë. sqaroi që nuk ishte specifikisht për të dhe ai e tregoi edhe vetë pak më herët para Prime që kishte blerë një 7 apo 8 lloje të atyre Stiqave dhe tha se ja ka dhuruar të gjitha gocave me të cilat ai ka pasur ndonjë raport me të. Kështu që nuk ishte Stiqi specifikisht për Albën. Ai edhe vetë pranoi që Alba ja ka marrë në një farë forme atij Stiqit dhe për këtë kishte treguar edhe Bias. Kështu që ajo kote ka bërë atë lidhjen me to dhe po dihet që ata tash as nuk kanë qenë në lidhje as përpara se Alba të futej në Big Brother. Po sipas teje e gëzon ky trekëndshë e Bia, e Limi dhe Alba. Në këtë mes po ngritet Bia ose themi ndryshe Limi kujt i bëri më shumë favor në lojë me futjen e tij, Albës apo Bias? Normalisht që thash edhe më herët ndikoi shumë keq në lojën e Albës, po i ja bëri një lloj ngritje Bias për faktin sepse Bia gjatë këtyre 2 muajve nuk është se ka pasur ndonjë lojë specifike, nuk është se ka bërë shumë zhurmë, nuk është se ka krijuar debate, ndoshta edhe për shkak të gjuhës, kuptimit me banorët që janë aty brenda. Dhe kjo një farë forme ngriti se pam që disa nga këto situatat e fundit kanë pas në qendër të vëmendjes Bian dhe Albën, për shkak se Alba e kuptoi dhe e shfaqi një lloj xhelozie për Bian, pas e kuptoi që këta të dy nuk kanë qenë vetëm shok. Ai dëgjoi një bisedë të tyre, pavarësisht se Alba një gjë të tillë mohoi vazhdimisht në Prime dhe tha se nuk ishte zëm për Limin, po pikërisht ajo debate apo ajo gjithë situata, skenat e turpshme që i kemi pa para 3-4 dite, kanë qenë pikërisht për Limin, pasi Alba e kuptoi që Bia ka pasur diçka më shumë me Limin dhe jo vetëm meq. Po, faktikisht është diçka që ata edhe e kanë deklaruar që në hyrje të Limit në shtëpinë e Big Brother. Po kemi parë edhe fotografit, kemi parë disa fotografi intime të Bias dhe Limit që janë shpërndar vazhdimisht në rrjetet sociale edhe përpara se të hynin në këtë format. Kështu që nuk besoj që Alba nuk ka qenë në dieni të këtij raporti, siç tha edhe ajo që ka menduar se janë familjar dhe se për atë ka vazhduar ato komunikimet apo ka fjetur me Bian, sepse nuk e ka ditur se ata janë pak më shumë se sa meq, ose kanë pasur një farë raport ndërmjet tyre.
Po, në anën tjetër, Exon e kemi pas një situatë krijuar nga BIA, një veprim i BIA-s i cili kanë gjallë dyshime për diçka të pazakontë, diçka që... Magjia e BIA-s. Magjia zezë, BIA po bë magji të zezë brenda shtëpisë, u publikua një video edhe mbrëm ku ajo shihej me, nëse nuk gaboj, me një gjilpër dhe një labubu. Po, kemi pa pra para 2 dite më duket, apo djenë në mëngjes kanë qarkulluar me të madhe ato pamje të BIA-s, të cilat faktikisht përveç kësaj kanë pa edhe disa video të tjera që përkojnë apo të regojnë se në Rumani, nga edhe vjen BIA Khalifa, bëhen të tilla magji, nuk e di sa është e vërtet, por në bazë të atyre pamjeve që normalisht kanë bërë buje, janë shpërndarë me të madhe në rrjetet sociale, u duk si një lloj magjie me ato veprimet që ka bë, por në anën tjetër BIA e mohoi një gjë të tillë, tha se beson në Zot dhe se nuk ishte të bënte kjo me Albën, po thjesht ishte një lloj triku, e lidhej diçka me një mik të tij jashtë shtëpisë së Big Brother, po pikërisht në ato video dukej si një lloj magjie. Po, sepse ka qenë edhe një... Po se ishte ajo shpime me gjilpër labubu, pastaj te krevati i Albës, po dhe një bashkë, ujin diçka e tillë. Po ndoshta... Dhe këto në fakt u interpretuan jashtë si një lloj magjie. Po, Exon, a mund të ishte kë një provokim që bëri BIA karshi Albës, sepse është një skenë që ka qarkulluar në rrjetet sociale, ku para se t'i bëj BIA këto veprime, Alba dëgjohet duke thënë që BIA po qëndron gjatë në banjo për shkak se ajo mund të bëjë dhe magji të zezë. Mund të jetë kjo thjesht një vazhdim i dyshimit të Albës nga ana e BIA-s. Një provokim. Po, normalisht se kjo ishte një lloj provokimi i pastër nga ana e BIA-s, për paktën sa ato në po të njëjtën mbrëmje patën ato skenat ku Alba tentoi t'ja hedhte valigjën në prej katit të dytë, pra ku ajo flente me të dhe ato skenat ja hedhte rropa dhe u bë shumë skenë e madhe ajo pjesa dhe u përhap me të madhe dhe në rrjetet sociale dhe normalisht pas atyre inateve apo përplasjeve që ato patën në po atë natë, BIA u pa duke i bërë këto veprime dhe këto lloj provokime kundrejt Albës, sepse tashmë dihet raporti i tyre dhe dihet pse nisi gjithë kjo. E përmende Dolçen dhe Limen, i Limi që me futjen e tij shkaktoi situata dhe themi trazoi ujrat brenda shtëpisë, por e pa me njëherë një afirmitet me Dolçen, ku mbrëm pas prajmit ndodhi edhe puthja e parë mes së dyshës. Si i ke parë Exonat këto zhvillime, duke kujtuar këtu që ishte po Dolçe që shumë shpejt bërë edhe puthjen me Edin. Po, pra, kjo do të thot ishte e pritshme nga ana e Limit njëherë, sepse Limin tashmë e kemi parë edhe në formatin e kaluar dhe e dim që Limi ka të tilla synime në raport me vajzat, femrat, sidoqoftë tashmë në këtë shtëpi që është. Dhe në anën tjetër nuk është që ishte më pak e pritshme dhe nga ana e Dolçes, sepse ata gjatë këtyre ditëve kanë bërë disa biseda. Dolçe i kishte treguar se kishte parë Limin në ferma vet dhe nga aty kishte një lloj pëlqimi për të, pra dhe se i kishte kërkuar një mikeshës së saj që t'ia gjente një lloj kontakti me Limin. Dhe pastaj në atë bisedën që ata bën se di tha që nuk e di se si kishte kaluar nga kjo dhe ishte lënë pas dorës. Kështu që kjo ishte një takim për një mënyrë e mirë e të dyve për të shfaqur pra atë lloj pëlqimi që ata kanë pasur për njëri tjetrën. Dhe Dolçe në anën tjetër e dim që edhe në skenat që i ka pas me Edin, ajo nuk është se pranoi që ka qenë në një lidhje. Grande Fratello e pam që kur ishte atje tha se unë nuk kam ndonjë lidhje, ka një mentalitet krejtësisht ndryshe nga këto, është rritur në një formë krejtësisht tjetër dhe nuk është që Dolçe e ka problem të shfaqet në skena apo në raport, të krijojë raporte të tilla, qoftë tashmë me meshkujt e shtëpisë së Big Brother. Qoftë edhe me Limin në këtë rast. Po, Exona, a mund të themi që Dolçe po e bën lojën duke u afruar me burrat brenda shtëpisë? Mund të jetë kjo një lojë e Dolçes, një strategji që të qëndrojë sa më gjatë në shtëpi?
Dolce natyrisht që po, pajtohem me këtë sepse Dolce që nga fillimi Big Brother është komentuar jashtëzakonisht shumë për pamjen e jashtme, është komentuar për një lloj finese elegancë që ajo ka apo ka shfaqur në këtë kohë, po Dolce nuk është se ka pasur ndonjë strategji konkrete për lojën e saj apo për rrugëtimin e saj në Big Brother. E pam që edhe në javën e parë në fillim krijoi një raport me Eden. Normalisht kjo për të qenë në vëmendje për të komentuar edhe jashtë shtëpisë, sepse e di që këto lloj raporte bëjnë bujë të madhe dhe komentuan me të madhe. Kështu që pasi ajo shkoi në Grande Fratello dhe rikthimit në Kosovë, e bëri atë lloj shkëputjen dhe Dolce nuk është që ka ndonjë lojë tjetër përveç këtyre ngacmimeve, krijimit të raporteve të tilla në shtëpi në mënyrë për të ecur sa më gjatë në këtë lojë, sepse loja e saj është kjo, nuk është se ka ndonjë lojë tjetër apo strategji konkrete për rrugëtimin në Big Brother. Pra, loja e Dolces është puthja. Mund të themi që Dolcia do të mbahet mend për puthjet brenda shtëpisë. Po, për këtë lloj afrimitetish, për këtë lloj raportesh që po krijon, qoftë me Eden në fillim, tashmë me Limen, sepse Limi ka vetëm 4-5 ditë që është futur në Big Brother dhe ata akoma nuk kanë bërë një bisedë të mirë me njëri tjetrin për t'u njohur më shumë dhe direkt kaluan të puthja apo të ky lloj intimiteti që ne vetë se e pam në pas prajmit së hënës, në mesnatë. Po, Egzona, mund të themi që Limi është ai personi i cili duke pas këtu parasysh që ka pasur informacione nga jashtë, sepse është futur pas thuajse 2 muajsh në shtëpi, ka hyrë me strategji të qartë, ku po i vën në lojë që të gjithë. Se kujtojmë këtu që është Limi ai që po jep komente dhe saj përket Elionës, pastaj saj përket raportit të saj me djemt të Londrimi dhe Klodi, i pyet banorët se a është Eliona finaliste. Do më thënë, mendon që të gjitha veprimet e Limit faktikisht janë gjithçka pjesën një strategjie të tij, strategji faktikisht e detajuar. Po, duke marrë parasysh Big Brother tashmë po bën 2 muaj që nga nisja e këtij pra formate, Limi mendoj që ka analizuar në detaje të gjithë banorët apo konkurrentët e këtij edicioni, di shumë mirë për secilën, di raportet që janë krijuar Eliona, Klodi, Londrimi dhe di për secilën se apo në çfarë pozite ndodhet aktualisht, dhe normalisht që kjo është një plus i madh për Limin, për çastin e tij që do të ketë me banorët, për komentat që bën, për analizat dhe normalisht edhe ato lloj indiciesh apo indikacionesh sa të vogla që kanë qenë në lidhje me banorët jashtë, sepse siç e thekë edhe vetë, tregoi edhe Elionës pak a shumë që është mirë jashtë, po qëndron mirë, një formë që publiku ka një lloj pëlqimi të madh për ta, sepse i tha se ti kur do dalësh jashtë do e shohësh që në një farë forme ke fituar edhe atë shumë, popularitetin dhe ke një publik të madh që të do, dhe po ashtu pati edhe disa ngacmime për banorët e tjerë, të cilët normalisht që i ka analizuar, e di shumë mirë pozicionet e tyre dhe se çfarë loje apo deri ku mund të arrin ata tani në këtë Big Brother, në këtë garë. Egzona është edhe raporti në mes të Lëndrimit edhe Klodit, që gjatë kësaj jave kemi parë edhe disa debate, kushtimisht të quaj, ndoshta jo debate, por diskutime në mes të djemve, sa i përket raportit të tyre dhe sa i përket lojës. Ka pasë raste kur Lëndrimi edhe është treguar më jashtë për karshi e Klodit. Mendon që raporti në mes të dyshës shto këtu edhe Elionën, që janë një të reshet pring fillimit që janë treguar spaku, janë shfaqur si meq, ka filluar të ndryshoj? Normalisht që po, ata e din, pra e kanë kuptuar që secili ka hyrë atë për lojë të veta, sepse në fund të ditës secili fiton për vete dhe nuk është se ndajnë ata çmime me njëri tjetrin. Dhe Lëndrimi mendoj që është shumë i zgjuar në këtë lojë dhe nduket se pati një tërheqje, pra një distancim nga Klodi, pasi Klodi mori telefonatën edhe nga e dashura e tij nga jashtë, sepse më duket deri në atë pikë nuk është se ka qenë shumë i përfshirë Klodi me historinë jashtë dhe ka qenë shumë i fokusuar te Lëndrimi dhe te njëri tjetri, kështu që më duket që ajo telefonata që Klodi mori nga e dashura e bëri që të ketë edhe një lloj distancimi, sepse ja tregoi kupit
sikur se lëndrimet, ashtu edhe Elionës në këtë rast, që ka dikë jashtë dhe se ai ka një histori dashurie, pra një vajzë që po e pret nga jashtë, dhe normalisht që ai telefonata mund të them që ndryshoi tërësisht edhe Klodin në raport edhe me Elionën, po edhe me lëndrimin. E po ashtu edhe dramën që pati edhe me Elionën, edhe ja bëri të qartë se thjesht ai ka dikë jashtë, dhe në momentin që ai nuk ishte marrë ndonjë sinjal apo mesazh nga e dashura e tij që ka pra nga jashtë, Klodi duke si ishte i fokusuar më shumë te raporti apo të marrëdhënia që ata të tre kishin krijuar. Po në fund të ditës, siç e thash, ata janë secili për vete dhe normalisht që secili tenton me shku sa më gjatë në lojë dhe që nuk kanë ata një farë lloj afrimiteti më të madh se sa që edhe u po aty gjatë kësaj kohe. A mund të themi që Klodi po keq përdorë raportin në këtë rast me lëndrimin edhe me Elionën për të dukur jashtë se po krijon raport më shumë sa shoqëri? Po javën e kalume pam që ai doli keq në raport me Elionën, sepse pothuajse gjithë mbështetja ishte për Elionën, ato komentet, analizat që u bën edhe nga opinionistët dhe këta domosdoshmërisht ndikohen si nga opinionistët, si nga ato komentet apo analizat që marrin në çdo prime, kështu që mendoj që tentoj pak a shumë të ndërroj lojën e tij në mënyrë që Klodi të mos dukej ai djali që po e lëndonte Elionën apo ai djali që i kishte dhënë shpresa një vajze, ndërkohë që jashtë ka një lidhje tjetër. Kështu që normalisht mendoj që të tretë ta edhe që nga fillimi e kanë shfrytzuar njëri tjetrin, sepse secili përfiton apo ka përfituar pak a shumë nga njëri tjetri. Po, për fund, Egzona, sipas teje, çështja e Labit, pa më vizitën e gruas së tij në brëm për të sqaruar çështjen që ka përcjell këtë Big Brother që nga fillimi, aludimet se Labi ka një fëmijë jashtëmartësore me një vajzë nga Serbia. U sqarua gjithçka sipas teje, ishte gjithçka e qartë në atë se çka ndodhi në brëm, apo nuk u soll asgjë e re? Normalisht na që e dim tashmë që merrem me këto lloj lajmesh edhe kemi pa edhe reagime nga jashtë, edhe nuk është që kemi qenë të befasuar nga kjo. Edhe është hera parë ndoshta që mu më duk Labi pak më korrekt, sepse zakonisht gjithmonë ka një prapavi, një histori që tenton me fsheh, ose tenton me fsheh dhe në anën tjetër dal zbuluar se ka diçka gjithmonë tjetër, e në anën tjetër se punë me pranë më duk Labi sa më korrekt dhe bashkëshortja e tij e vërtetoi një gjë të tillë dhe nuk besoj që ka diçka më shumë rreth asaj. I kanë mohuar pra që fëmia nuk është i tij dhe ka të bëjë me kushëriren apo historinë që ndau Labi dhe mendoj që ka qenë korrekt në lidhje me këtë ngjarje. Pra thua që gjithçka ka qenë korrekte në lidhje me ngjarjen që u tregua? Besoj që po, se nëse do të ishte ndryshe, pra mund edhe të dalin gjërat në vazhdim. Kush dal të premten? Egzon. Të premten mendoj që kushtrimi, besoj prej atyre që janë në nominim, kushtrimi është pak më i rrezikuare, edhe mendoj që për këtë bëri edhe Eliona zëvendësimin e Hygertës me kushtrimin, sepse e dente që kushtrimit ndoshta është pak më i dobët se këta tjerët dhe ka qenë një lloj goditje. E goditi kushtrimin Eliona me këtë veprem? Besoj që po, në bazë të asaj që ka bërë dhe kush është në nominim, mendoj që më... Pse e bëri një gjë të tillë Eliona sipas teje? Pse sipas teje Eliona e çoi në nominim kushtrimin dhe jo dikë tjetër? Sepse të gjithë ata që janë në nominim nuk është se janë më të fortit e shtëpisë së Big Brother dhe normalisht që Eliona tentoi të dërgonte në nominim një person apo një personazh që është në një lloj stadi me të gjithë ata të tjerët dhe që potencialisht do të ishte i duhuri ndoshta të themi më i rrezikuari për të dalë nga shtëpia. Kështu që nëse do të çonte dikë tjetër nuk është se përbën nëse do çonte lëndrimin, po tham. Se kështu është lëndrimi nuk është se do delte nga gara. Po. Ka edhe shumë të tjerë që janë aty që e meritojnë të dalin pra më përpara nga ky Big Brother. Po, Egzona, faleminderit shumë edhe për këtë lidhje sot në Rreth e Rozollt.